Në katedralen e Shën Shtiftit në Shkodër u kremtua mesha e shenjtë e udhëhequr nga eminenca e tij kardinal Ernest Simon Troshani. Gjatë fjalës së tij përpara besimtarëve, kardinali përcolli mesazhe mbi rëndësinë e ruajtjes së besimit, vlerave shpirtërore dhe parimeve njerëzore. Ai u ndal tek sfidat e shoqërisë së sotme, duke theksuar se ndikimi në rritje i materializmit dhe modernizimit po largon njerëzit nga vlerat fetare dhe morale. Çka i vlen njeriu? Po fitoi tant mirë të botë. Pasunit e botë, laudë e botë, po humbë shpirtin. Arë jo në kish, ashtë me fitu dritën që s'marën kur e këtë dritë, a vetëm Krishtë e të njëmë e jeta. Pra ndaj, detyra parë shtë ndërjut e këtë një saherë e përsishëm. Ashtë do ditë me i vumë vetit detyren që me dashtë e me shërbyt ma zëtë. Që e djarë i, kur e rrë Krishtë. Ma kishtë këtë fashë të ta përsit jam, Zus, që ka më të bajnë për me fitu jetën e pasosën, që ta që ka më të bajnë që me fitu miljarda, gërda qele, laude, dekorata, përndorina, shpirtin e padekshëm, këtë fjallë kështë, se janë shumë fjallë që gjerojnë edhe në pejtë tanë, thjeshta, në kojnë thjeshtë që ka forë kështë, salva mandat dhe me, maj urdimit e atë temë. Po shkanë të ordime i tim tanë. Por vëllazër e motra jetojmë në ditë e fillimit të antikristës. Materializmi, modernizmi, pasunia, format e tjera që janë kundërshtim me ligjin e Zotit kanë mund rrajt tepër të porta në xhamat e shkullë. Na jena kriju që thosh Pauli, Deus vult obs sa shpirit. Zoti i don gjithë njerëzin në Paris. Shtot në një doktor shkencave o përëndor. Shpari, as pasi Krisht është që përrani parë, e shpari që përpërson edhe ka dhe ndurë se dini, në vitin 26, e liria teshme, pa u dritën e Krishtit në gojnë e shpari. Krishti mush me hire, shtet pas një paqë më këti të gjithëve e bekimit ma Zotë në gjithë popullin shqiptarë. Thonë janë 1 milion, jena 10 milion shqiptarë, nëse për të gjashteme tash, 2 milion në Amerikë, 2 milion gjysë në Itali, 1 milion sa në Belgjikë, gjysë milion në Angli, në Balkan, kam kanë krosë që më ta në vëndë, mush ka tunët me shqiptarë, pa në të natojmë edhe komin, lukët e tonë tjenë lavdit mazët, për njët mazët, me në mund janë tjetër në gjitha forsat që të bajnë flamurin e pa dekshmenis, e të begatis, me Krishtin e me ditën e Krishtit, me isë për para, me një pa matë në Paris. Kjo është e duhet e Krishtin. Ceremonia u zhvillua në një atmosferë përkushtimi dhe besimi, duke sjellë edhe njëherë në vëmendje rolin e kishës në ruajtjen e traditave dhe vlerave shpirtërore të komunitetit.